Edi hyn në një debat të fortë me Labinotin dhe tensioni mes tyre ndihet që në momentet e para. Edi i drejtohet Labinotit me ton serioz, duke i thënë hapur se ai e shikon qartë që Labinoti po përpiqet ta provokojë me çdo mënyrë dhe ta nxjerrë nga vetja. Sipas Edit, çdo koment, çdo shikim dhe çdo veprim i Labinotit është i menduar për ta acaruar dhe për ta futur në situata të pakëndshme brenda shtëpisë. Edi vazhdon duke i thënë se kjo sjellje nuk është korrekte dhe se Labinoti po tregohet djalë i keq në mënyrën si sillet me banorët, sidomos me të. Ai i akuzon se po krijon drama të panevojshme vetëm për të tërhequr vëmendjen dhe për të bërë që njerëzit të flasin rreth tij. Nga ana tjetër, Labinoti nuk qëndron i heshtur, ai përpiqet të justifikohet dhe të thotë se Edi po e interpreton gabim çdo gjë, por Edi nuk tërhiqet. Ai i qëndron bindjes së tij se Labinoti ka një qëllim të caktuar, ta shtyjë Edin të reagojë keq para të gjithëve, debati mes tyre zgjatet dhe të dy këmbëngulin në mendimet e veta. Banorët e tjerë i shikojnë me vëmendje, sepse duket se marrëdhënia mes Edit dhe Labinotit po përkeqësohet gjithmonë e më shumë, dhe ky konflikt po kthehet në një nga përplasjet më të forta brenda shtëpisë.